Lidhja e sindikatave të Maqedonisë ASESI nuk heqi dorë nga kërkesat e tyre, që është rritja e pagës minimale në 600 euro dhe rritjet për 100 euro të pagave të tjera. Kryetari i LSM-s, Slobodan Trendafilov, ka njoftuar se LSM ka marrë vendim që më 10 shkurt, atëherë kur është caktuar seanca në kuvent, do të bllokon deputetët. Qëndrimi injorues i deputetëve ndaj punëtorëve na detyroi të kalojmë në fazën e dytë për rritjen e pagave. Kryesia e LSM-s vendosi që më 10 shkurt të bllokojmë kuvendin dhe deputetët, të cilët nuk do të mund të argëtojnë shpenzimet e udhëtimit dhe do duhet të kalojnë para punëtorëve, e të shpjegojnë pse ata mund të rrisin pagat e veta, ndërsa propozimin e LSM-s për pagat e punëtorëve e mbajnë në sirtar. 2 ditë më vonë, përkatësisht më 12 shkurt, Trendafilov tha se LSM gjithashtu ka vendosur të bllokojë edhe punëdhënësit, përkatësisht odën ekonomike, lidhjen e odave ekonomike dhe organizatën e punëdhënësve, kurse bllokada e qeverisë është paralajmëruar për 17 shkurt. Ndërkaq, nga ana tjetër, Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi e përsëriti qëndrimin për pagën minimale. Ai tha se paga minimale do të rritet në muajin mars, ndërsa deri në vitin 2028, Durmishi tha se paga minimale do të rritet rreth 40%. Sa i përket rritjes së pagës minimale, në muajin mars do të ketë nivelim, ku do të kemi rritje prej 7 apo 8%. Dhe nëse e marrim nga viti paraprak këtë vit edhe 2 vitet që vjen, do të kemi rritje të pagës minimale prej 40%. Kujtojmë se lidhja e sindikatave disa ditë më herët mbajti një protestë e cila filloi nga objekti i LSM-s dhe përfundoi tek qeveria. Në këtë protestë morën pjesë qindra persona, ndërkohë nga LSM informojnë se po shqyrtohet edhe organizimi i një proteste të madhe punëtore dhe se faza e ardhshme mund të jetë greve përgjithshme.